Shumë mesazhe edhe shumë komente edhe dje, pas statusit për 3 qëndrimet e mia. Një gjë duhet t'ju them, e ta përsëris. Unë kam qenë socialist, jam socialist, dhe do të mbetem socialist. Kjo nuk do të thotë që kam mbyllur syt, kam mbyllur gojen dhe thjesht kam ngritur dorë. Jo, nuk e bëj dot këtë. Kështu që po kaloj tek e dyta gjë, reagim kush janë shumë agjendat, kush janë agjendat primitive dhe agjendat e rrezikshme. Po mundohem që sot, nesër, në vijim, t'ju kthej përgjigje një për një. Po, e para është agjenda politike. Tani, agjenda politike është evidente, është shumë e qartë, nuk ka lidhje me politikat, po është agjendë e mirëfillt politike. Jo vetëm për shkak të asaj që tashmë është e dukshme prezencën e partive politike në protest, madje prezencën e partive politike në kryet protestës. Afërmend që kandidatët për deputet të partive të vogla, të cilët